pavarësia me një moshë tre ka shumë aspekte të ndryshme, edhe nështë shumë a shumë sa që i mendojnë se i konsiderojnë njerëz të tjerë, se pavarësia nuk është vetëm pavarësi financiare, ka edhe shumë aspekte tjera, për shembull, pavarësia është edhe me ditë qysh me e menaxhu jetën tonë, nëse ki me pas një banesë në shtëpi, çka që ki me pas, me ditë me menaxhu qatë lloj jetese, ushqimen, punët në për shtëpi, çka do që si saneve. Tani për shembull është edhe pavarësia emocionale, është mirë që mos më kanë e varur emocionalisht edhe për njerëz, për shembull familja ose shoqëni që janë pjesë e jetës tonë, se nëse je një njeri që jetu pavarësu, po them që jetu vetë ose je tu e menaxhu jetën vetë, pavarësia emocionale është shumë e rëndësishme, se nëse nuk e ki që ato, shumicën e kohës ki muni shumë i vetmum, edhe shumë pa shpresë nështë. Edhe për me shtu krejt çka elaboroj Vesa deri tash, për me mriqet pavarësinë çdo aspekt, të përfshirë dhe financiar, varet edhe prej mundësive që t'i ofron vendi ku jeton, për shembull, për me mbri pavarësinë financiare dhe në punë, nesër mas nesër duhet me fillu prej mundësive dhe ofrimit edukimit për një moshë më të hershme. Do me thonë prej fëmirisë deri me një moshë më madhore, është mirë me i pas edhe mundësitë dhe oportunitetet që i ofron vendi ku jeton ose edhe prej mjedisë që me mujt me mbri komplet një pavarësi në çdo aspekt jetës. Dhe jo shumë mundësi ose qasje në edukim ose gjithë përfshirje për krejt ka prej Kosovës, po tani edhe kushtet ekonomike dhe rania e ekonomisë normal ndikon edhe për ofrimin e mundësive si për një vend punës, si edhe përveç me pas qasje në edukim, që edhe me pas në shtagudje të analfabetizmit edhe matutje. Kështu që mundësit në ashta edhe jam pak ma të olta. Menoj, edhe më ndërlidh, menoj që edhe mundësit të mosin ma të olta për neve që jena për shembull moshë ma tre, për shkak se e para, shumë është problem nëse kryen fakultet, edhe me drejtimin që kryen moshë tre ki shumë problem me e gjetë një punë që i ka kushtet e mira, edhe që ka për shembull rrugën e mirë me qatë drejtim. Që shumë shpesh moshatarët tonë munen me kryen një drejtim që ndoshta e dojnë, po fatkeqësisht munen me gjetë një punë qatë drejtim edhe vazhdojnë drejtime tjera. Edhe dyta është që shumicën e kohës nëse ti do u pavarësu, aspektet ekonomike që janë sa shtrejt janë është banimi, sa shtrejt janë banisat me qëra, me blej krejta, nuk përputhen me rrogat e punave. Nëse ti për shembull je në moshë më e ri, rrogën ki me pas minimale. Sot dysane nuk përputhen, tani është tepër shumë probleme u pavarësu në qatë moshë. Për shtadën për më ndërlidh me ty mendoj që fatkeqësisht të ardhurat janë kitë qa kena, edhe nuk munësh me u pavarësu pa i pastu të ardhurana, që po thënë ana ka njëherë duhesh edhe me bo sene që ndoshta nuk ki interes edhe nuk ki dashuri ose pasion për qatë sen, po është edhe një mënyrë e mbijetesës pak a shumë. Edhe çajo është atë jeta, fatkeqësisht çajo është kitë qa kena, nëse na dojna me mbijetu edhe me jetu një jetë të rahatshme ose komode, kena nevojë për të ardhurana, dhe ka njëherë i te kalon ndoshta do vlera tua dhe do besimet tua veç me mujt me jetu një jetë të rahatshme, edhe mos e vazhdu ndoshta edhe me sene që ti në realitet e ki ëndër ose ki pasion për me vazhdu në tu. Edhe për me mbritë pavarësimin, njëherë po duhet me konë qëto kushte që ofrohen, edhe nëse po thojna që njëri duhet me punu edhe me studiu njëjtën kohë, gjithë nashta dhe nuk po është i përmbushën, se nuk mundet me ja maksimumin në të dyjat, se mundet me dalë në një farë djegje profesionale në njënë nëse në të dyjat, njëjtën kohë, se nashta jo është ma e lehta për mu menaxhu. Edhe ka levele derisa të mrinë të shky pavarësime dhe tash nëse mas pari nuk po të sigurohen mbijetesa që shqecej ke Vesa prej fillimit, ti nuk mënesh me mri pavarësime, në li tani mu një vet aktualizim ose një vet përmbushje, mu një përmbushën me qato qa për bëjnë. E për me mri atje po do të pavarësimen, për me mri pavarësime po do të me konë kushtet edhe të ardhunat. E nëse qëto po mungojnë, tani po mungojnë edhe tjerat me rënë. Po, përveç to që e kena cek deri qtash,
dosh në kohën edhe ndjenja e komunitetit, edhe një komunitet I mirë që ato ku vetë se po jeton individe, edhe menoj që kjo është një përfshirje më e madhe sa veç rinia, kushdo që jeton me undi si pjesë edhe I përfshirë në komunitet edhe që po kontribon, normal që ka me ndiku veç për emocione pozitive. Amo edhe mjedisit edhe mbajtja e mjedisit edhe do me thonë që ato kej pojnë cilësia e banimit ku po je, gjë që qysh edhe e dina në vendin tonë ka pak mungesë të mbajtjes mjedisit. Nica e banesave që jepen me qira ose që I shesin nuk përputhen me çmimin që e kanë. Është tepër shumë problem se ka njëherë për shembull mu për vetim ka ra kohëve të fundit me u lumtu shumë për sisaneve dhe mundet mu kanë një ndërtesë e vogël sa që kjo zyre për shembull me thonë edhe me pas çmimin sa duhet në pas një banesë që I ka kreta sanet. Po të që shkove të fundit që të tonat gati po jenë me një çmim edhe veç qështu e kanë leon. Edhe është shumë problem për qëtë sanë, se nëse te e pagun qatë shumë, ti dënë që më u kanë I përmbushëm çdo aspektet, të qësaj pare që ti e ka jep. E nëse ti nuk e ki që ato, plus I ka jep paret për gjepit, është disbalans, është shumë problem. Diskutim, po edhe më ndërlidh me që ato që e thash, po është edhe një problem që po fillon për I vendit, se edhe për që thash që ka mbi garkesë banesa me Prishtinë është që në vendet tjera nuk pëndërtojnë, po veç që në mbi garku Prishtinë, dhe nëse dalë vendet tjera, që nuk janë krye qytet, po qytete e tjera ose fshatra, e shet që ka shumë hapësirë, po jo ndërtime. Është sfidë në veti edhe është shumë dërmuese. Nisa nëse është që duhesh me e bumë për dishmëri, nëse nuk e ki një ven ose një mjedis që mundesh me najt rahat për shembull, nëse u thon, po thon për ma shembull prej Pejës ose prej Klinës deri në Prishtinë se jetu krye arsimem këto, edhe nëse nuk e ki një mjedis që mundesh me jetu këto, me udhëtu për çdo ditë është tepër shumë dërmuese dhe ka njëherë ndikon shumë çkysan edhe psikikisht edhe në aspekt që lodhesh aq shumë që tani kur të mbrin këtë ti e dërmume, edhe nuk ki as vëmendje, as kapacitet me ngu me vëmendje edhe me u inkuadru në çfarë do lloj bisede ose diskutimi që është të ndodhur për shembull në gjërata edhe në fakultet tonën. Edhe është sanë që tani ndikon shumë se nëse ti unë po lodhna halo pa mbri, kur po mbri halo është mëngjes, halo sanë se ka nis, tjerë çfarë sa kanë ardhur, sa janë çu, unë jam tu anë që 2 orë. Është pak edhe një padrejtësi ka ona jote. Po për këtë sanat nuk është të kanë fajt që ta që janë rreth teje, veç po të më thonë që lodh shumë që këtë sanat. Tuja nisë e para I shkon një farë para përgatitje ose lloj praktike, ose veç me pas një vend të siguruar të punës, masi që ti përfundan studimet, ose që ato veç ku jetu përgatit çfarë do lloj trajnime, ose çka do lloj që është, që ty po të përgatit për një vend specifik të punës, ti veç me pas do oportunitete ose mundësi që si të përfundan me vazhdu atë. Edhe që kjo është një sfidë kaq e madhe dhe problematik. Nështë edhe më ndëlisha thonë edhe trajtimi I njëjt, I punëtorëve dhe I njerëzve bazum prej moshës edhe prej gjinisë. Menoj që tani që ky san kishte ndiku tepër shumë pozitivisht në pavarësim nëse ishe trajtu njëjt me njohuritë tua që I ki. Nëse mendon që ti edhe kolegu yt po thonë që është më I madh se ti, I keni të njëjtat njohuri, edhe dini me but njëjtën punë, a mu veç trajtoheni ndryshe për shkak të distancës në moshë që e keni, ose për shkak të moshës. Unë jam femën, ajo është mashkull, nëse qëto prejudice, nëse qëto sane kishin mujt me u largu, atëherë menoj që kish pas tepër shumë rol pozitiv në pavarësinë. Po unë tepër shumë rol për kraja prej familjes, edhe qyshe shohin edhe qyshe trajtojnë që pavarësinë tonë. Edhe menoj që gjithashtu lunë edhe tepër shumë rol edhe për kraja prej shoqënisë. Shoqënia edhe rrethi duhen qaq shumë ndikojnë pozitivisht ose negativisht kur jenë qatë fazën e pavarësimit, saqë ndoshta nuk jam merr mendja pa e provu vetë. Se kam lyp mas shumë të rol nëse me po a ki bo paka shumë edhe vendimin e duhun ajo, a është që jetë që pedu. Edhe nëse qajo shoqënia, qaj rrët bën munin që është mirë që jetë që të dhe jam krenare me që të vendim që e ki marë,
të bën më një tepër mirë edhe për veten tonë edhe për ç't vendim. Mas pari prej fokusimit edhe qytete tjera, si për treg puna, si për ndërtime, si për arsimim, edhe të tjera për transport, edhe tani tu vazhdu të mbimbajtja edhe të mjedise, po tani nështë edhe me ndalu me bo ndërtime të reja, njerë pa u shfrytzu qëto vece që janë, edhe nështë me rome në qpime ma të vëllitshme, ma të përshtatshme edhe për blerësin, po edhe për shitsin. Edhe tu vazhdu edhe me pas shafje krejt në edukim edhe në arsimim, po edhe mas përfundimit të edukimit të arsimimit me pas një zgjidhje ose një vend ku keme vazhdu me punu masoj, edhe normal diskriminimet, këto tjera mos me konë heq edhe me konkret një komunitet. Nështë edhe një sen tjetër që veç për më bashkanqit me Lauretën është edhe pak a shumë edhe edukimi i familjes ose i rrethit tën rreth pavarësisë. Menoj që në moshën tonën kur ta merr hapin që më pavarësu ti je 0-0. Do të thonë ti duhesh komplet krejt senet me mësu vet. Familja jote ose rrethi yt nuk të kanë mësu ty shumicën e seneve elementare, ata i kanë kry vet. Nështë ka menu që të kam monerë nëse nuk kam përfshin që si seneve, po është tepër shumë e rëndësishme u kanë përfshime në sene bazike elementare që janë për qysh me jetu, se momentin që ti vendos më panvar, ki më kanë si me u gjujt dika pikën tjera me nësë me ditë qysh me funksionu. Edhe ka më kanë tepër e tëshme se diçka që ti nuk ki njohuri për ta edhe është tepër ndryshe për jetës tone normale, atër është që pa njohuri ty tepër shumë edhe nuk den qysh me funksionu me qëtë sen. Shëmëna edhe shto fara den edukimi e për si seneve, me pas prishmërin që fëmija jam kur të rritet, dikur ka me pas nevoj me di qëto sen, që këm jam mësu ka një që kur vjen koha, me u ka një përgatitëm edhe ju vish me pas të farë friken që unë nuk po di sen. është shumë sen kulturor, do me thonë me pas një mbështetje për shoqënisë për mu pavarësu, se tani po është diçka shumë e re edhe nuk është familjare për ty, po edhe nuk është një lloj paragjykimi me pavarësimin e rinisë. Fatkeqësisht edhe tani edhe pse është kulturore atë, momentin që ti zgjedh që të vendim familja shumë shpesh e ka as para aspektin apo a e zgjedh tash po je vet. Vazhdo ti je vazhdo i pavarur. Tash vazhdo i pavarur edhe duhesh ti mja gjetë çaren vet që në sanave që ty brenda 22-3 vjetëve që i ki jetu, ty s'ti ka mësu kurkush. Edhe nuk mëson as shkolla, as familje, edhe te kemi mësu vet, ti qysh, kemi gjetë çaren vetë. Ne eksploru mundësitë edhe tu i eksploru kemi pas shumë probleme dhe shumë ngecje, shumë shpesh, nëse ti nuk i den as ki njohuri, nështë ta harron, nështë ta s'den edhe tani të mbushen qëto sene dhe të mbushet kupa, tani ka njëherë bohen tepër nga rkesë shumë e madhe. Që po,